Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who? Yeah. OVO Sound 2025. Who's calling that shit? Mirëmëngjes, ne jemi bërë gati edhe do ikim do Vivara e harrova. Vivara e që është në Gramsh, sot Tirës, po, Vivara sot. Do ikim aty, jemi bërë gati dhe po, vesha prap të bluzën e parë që kisha tek festa e Kurullit edhe fundi gjithashtu, vetëm hodha këtë sipër edhe kam durar vëthët. Këto. Po, Ola, të jump. Ola më don se do ikim te jump. Nice. Kush që drësh? Ndaluam qik tani, se në i zuri adronë makina. Jëram që këti nga Belshi edhe ka shumë kthesa. Edhe po bëjmë një pushim të shkurtër sa të marrë adrola ato gjëra që do. Erdhëm më në fund. Shiko, do bjerë me kokë, do futesh apo jo? Sa po arritëm në Gramsh, edhe për rrugën unë nuk e di çat ju them më parë. Deri diku ishte mirë, pastaj cop. Kështu që nëse keni makina të mëdha të larta, mund të lini. Nëse jo, pastaj nuk e di. Në shqyr që nuk kanë ngeli makina andej. Megjithëse goma na u shfry edhe sapo e fryvëm diku këtu në Gramsh, por që nuk është rrugë e mirë. Mos u gënjeni nga ata që thonë që është rrugë e mirë, se nuk është. 1, 2, 3. Doja të bëja një shkëputje këtu nga editimi i këtij vlogut, po editoja tani dhe pas kam thënë që mos u gënjeni nga ata që thonë për rrugën që është e mirë. Edhe po e kam thënë këtë sepse pash një video në TikTok para disa ditësh, para se të shkonim domethënë tek Vivara, edhe thoshte që rruga deri diku ishte e mirë edhe më pas mund të merrje
Dum-dum, që unë dum-dumët nuk I pash fare atje, as që nuk kishte taksi, po varet sa kushtonin. Edhe rruga nuk ishte fare e mirë, deri në Gramsh ishte mirë, edhe ikje edhe pak në të dalë të Gramshit, edhe të shfaqej një tabel e madhe, nga një anë thoshte Ujvara e Sotirës, edhe nga ana tjetër nuk e mbaj mend mirë në fakt çfarë lexonte, por që ante ishte rruga e shtruar, edhe këtej ishte rruga e prishur, do me thënë e pa shtruar fare, siç është një rrugë normale e pa shtruar. Duhet e hecje, thoshte, më duket se 14 kilometra me makinë, që merreni me mend tani çfarë rruge. Kështu që imagjinoje në këmbë sa mund të shkonte kjo rruga. Siç e thash edhe tek pjesa që kam folur pak, rruga ishte e keqe. Do me thënë për ta bërë në këmbë ishte shumë e mirë, por që mund të zgjaste diku te 2 orë gjysmë, 3 orë, ndoshta, deri tek Ujvara. Shkuam deri në një pjesë të rrugës, danga dung, edhe ndaheshe prapë në 2 rrugë. Një këtej edhe një këtej. GPS-i na tregonte këtë këtej. Pam një makinë që po vinte nga rruga tjetër. E pyeti Endri edhe na tha që kjo rruga tjetër nuk shkohet fare me makinë, por që ndiqni këtë rrugën edhe mund ta lini makinën deri tek një fshat, që më duket ishte po me të njëjtin emër, Sotir. Na tha që ta linim tek një restorant atje, edhe po shkuam tek ky fshati, filloi rruga të përkeqësohej pastaj. Deri tek restoranti ku na tha ai burri ishte okej, pastaj filloi të përkeqësohej. Kaluam një si tip lumi të vogël, edhe filluan ato gropat e mëdhaja. Nuk u dorëzuam deri aty, edhe pse ishte e keqe, derisa na zuri makina poshtë. Edhe shqyr që ndaluam se na kishte rënë edhe goma. Mese e la makinën aty dhe që aty ku ndaluam ne, edhe deri tek Ujvara, mund të ketë qenë gjysmë ore në këmbë, 35 minuta. Po jo që në fillim të rrugës ama, se që atje mund zgjaste 3 orë në këmbë. Gjë e mirë ishte që Ujvara dukej që nga rruga, edhe ti arije ta dalloje, do me thënë kur I afroheshe. U afruam deri tek Ujvara edhe ishte goxha afër. Derisa na u shfaq një si tip hidrocentrali ose ndonjë pompë uji, nuk e di çfarë ishte ajo. Ishte e vogël, ishte me derë. Lexonte Ujvara atje. Edhe morëm njerë në krah të majt të kësaj gjës, që unë nuk arriti vej një emër tamam, pomp uji apo hidrocentrali vogël, nuk e di. Zbritëm poshtë, shkuam deri në fund, nuk gjetëm rrugë. Në krah të derës kishin çarë atë gardhin, do me thënë rjetën rrethuese. U futëm atje, shkuam deri në fund të kësaj gjës, prap nuk gjetëm rrugë. Dolëm prap në fillim të rrugës. Shkuam nga krahu I djathtë, do me thënë në fillim fare. Nuk arritja u shpjegoj mirë tani, po do le me video këtu që ta arrini ta dalloni. Nuk kishte rrugë, tha Endri. Kështu që patjetër që duhet ishte në krah të majtë edhe ishte një si rip I oll që ngjiteshe për lart, në mal apo kodër. Edhe shkuam deri në një vend, kjo rruga ishte me arra, kishin bjell arra, do me thënë që ishte tokë që e punonin, nuk e di. Derisa pam disa njerëz që po zbrisnin edhe aty e kuptuam që ishim në rrugën e dur. Kështu që atje poshtë te ky si tip hidrocentrali ku vinin edhe makinat e mëdha, se me makinë të mëdha mund të shkoje deri shumë afër Ujvarës, që aty mund të ishte 10 minuta në këmbë, as 10 minuta fiks jo, ishte shumë afër që atje. Edhe po, kjo ishte pak a shumë rruga, por që si që u thash edhe në fillim ku ju fola pak, në qoftë se keni makina të mëdhaja të larta që arrin të ngjiten, që janë nga ato me goma 4x4, me sa më ka thënë Endri, mund të shkoni deri në vend. Pastaj me makina të vogla kaçole si kjo e jona, maksimumi mund të shkoni deri në fillim të rrugës, mos e merrni si ne të shkoni deri fshat e kaluar pak fshatit, se do ju ngelet makina atje. Tani unë shpresoj që t'ja kem sqaruar mirë, edhe po, tani po ju le të vazhdoni edhe pjesën tjetër të videos. Ndaluam tani të blem pak ujë, se na u tha Gryka, edhe pastaj gati për në shtëpi. Sa po u futem në shtëpi, edhe jam e vdekur. Dua tani të futem të bëj një banjë edhe të shtrihem.
Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Po them mirëmëngjes, po nuk është mëngjes, duhet të jetë diku afër drekës. Edhe doja të nisja videon që ta kem ditën përpara, pastaj domethënë pjesën tjetër të ditës për të filmuar, se po nuk e nisa tani, nuk kam për ta nisur edhe kështu ikën dita. Si dje, nuk filmova sepse nuk bërëm asnjë gjë, kemi dhënjur në shtëpi, vetëm pas dite kemi dalë pak. Qëro. Dolëm më shumë për të shkuar tek Welli sepse më duhej një anti-djers. Edhe mora sërish këtë. Ju kam thënë që më pëlqen shumë kjo aroma, përdora këtë. Jo. Mezi e mbarova, kështu që ju ktheva sërish kësaj, nuk kam për ta ndruar një fare. E dashuroj këtë aromën, që ngjan si puder baby. Besoj se edhe këtu atë duhet ketë puder fresh. Më pëlqen shumë, po shumë, nuk kam për ta ndruar më asnjëherë. Edhe gjithashtu ishte në ofertë kjo, që është një ujë nxirrës. Unë jam shumë e bardhë edhe për këtë vit nuk kam shkuar fare në plazh, asnjë ditë. Kam shkuar por që nuk kam bërë plazh. Mora këtë që të marr nxjerrje sa më lehtë. Pyeta ChatGPT, se normale tash çdo pyetje e bëjmë atje. Më tha që është një firmë shumë e mirë, është italiane, edhe është e rekomandueshme të përdoret, vetëm më tha që duhet të kesh shumë kujdes sepse nuk ka faktor mbrojtës. Normal, uji nxirrës çfarë faktori mbrojtës do prisja nga kjo, por nëse. Edhe më tha që duhet të luajm një me krem, nëse nuk kam marrë ngjyrë akoma, dhe më pas të sprucoj këtë. Shpresoj që të më bëj punë, se dua të nxjerrem shumë shpejt, që ju thash jam shumë e bardhë. Edhe po, këto mora. Këto nuk e kam fare idenë se sa lehtë ishte, por që kjo ishte me ofertë nga 4.000 ca në 3.700 apo 600, nuk e mbaj më të mirë. Edhe shpresoj që t'ja vjen. Këto pak a shumë tani do mbledh të gjithë rëmujën, do bëj ndonjë punë, edhe ne do shihemi më vonë në një timuhol ose temuhol. Se kam shumë gjëra për t'ju treguar, shumë gjëra. Lavatriçja. Presin të mbaroj. Edhe si që ju thash, timuhol. Kemi 2 çantat më dha. Okej, të më dha. Të gjitha këto më kanë ardhur në ditë ndryshme, domethënë, po nga që nuk kam filmuar kaq shumë ditë, jam mbledhur aty pa ja u treguar. I kam lënë të gjitha bashkë, edhe disa që kisha veshur i futa sërish, vetëm që t'ja u tregoj. Më kanë ngelur 1-2 pa ja u treguar, domethënë pa i marrë këtu, por që do ja u tregoj në fund. Pasi të mbaroj me të gjitha këto. Po e nis mirë me rrobat. Tani kam marrë funde, jam fiksuar me këto fundet e shkurtër, edhe aty tek Temu, për shembull për vajzat që kanë trupin tim, që janë të dobta të imta, masa, domethënë jo extra small, po masa Asian small ose extra small ose extra small, të ju ri perfekt. Ky fundi kështu më ri pak fare i gjerë, po shumë pak. Në që se shëndoshem edhe pak, do më ri fix pastaj, sepse tentova ta vishja, por që më rinte pakës fare i gjerë. Por që kështu është shumë bukur, shikojni se bukur është, më do ju le edhe foto që ta shikoni pak më mirë, edhe në qoftë se doni t'i porosisni, kjo është më duket se ashtu si që u thash, Asian small, unë ja kam hequr etiketën, sepse si që u thash pak më parë që tentova ta vishja, nëse do e vesh shumë do e vesh. Tani po i nxjerr edhe po i heq edhe këto qese, se më ngelën atje në qesë çdo gjë, vetëm për t'ja u treguar ju. Kjo tjetra është një bluzë e verdhë, me këto modele që kanë dalë tani kështu me lidhje këtu përpara, po do ju le foton që ta shikoni pak më mirë. Këto janë të gjitha që kanë bler vetë, nuk është një pashpunim, por që unë gjithsesi do ju le foton edhe pse jo t'i shikoni. Edhe këtë e vesha atje, nuk e kisha veshur më parë, edhe pse kisha tentuar ta visha edhe të tjera, por që e vesha. Ky pastaj është i preferuar im nga të gjitha gjërat që kam marrë tek Temu. Është ky fundi. Ja. I kam veshur tek Ujvara, ri shumë bukur, nuk e keni iden sa bukur të tregon. Ka dhe ripin, është yll, nuk e di domethënë. Edhe ka kushtuar diku tek
8.000 ca, ndoshta unë e kam marrë edhe në ofertë, nuk e mbaj më të mirë. Por që ja super blem për gjitha vajzat, sidomos që janë taktinta, siç e thash në fillim, sepse rrin yll. Pastaj kam bler kapele. E dini tash në fiksimin me kapele, kështu që po, është një kapele e tillë me limoncello, po. Edhe ka këtë ngjyrën gri, kështu si të shplar. Dhe nuk e kam vendosur. Tentova ta vendosja dje, kur shkuam te Bulvara, por që nuk e vendos. Iku një qese, tani ka të një tjetër. Këto nuk kanë ardhur në këto qesa, po unë i kam futur rastësisht kështu. Është një bluzë nga këto pa mëng, është edhe kjo me limona, është e zezë, nuk është krop, ka gjatësi normale. Edhe këtë nuk e kam veshur, tentova edhe këtë ta visha, sepse kur ikëm te Ujvara nuk e keni iden sa veshje kam ndruar, sa herë jam ndruar. Sa edhe Endri tha bo, tha më çmende. Po nëse copat fundi gri e ka copën shumë mirë, po në përgjithësi të gjitha janë në copa të mira. Për aq leksa kanë bërë, kanë materiale të mira. Edhe kjo është goxha e bukur, më pëlqen edhe kjo shumë. Një gjë tjetër, këtë e di që çfarë është, se e vesha tek Ujvara. Edhe është kjo. Ju i keni parë veshur këto atje, kështu që është kjo kështu. Edhe ri shumë bukur edhe kjo, më pëlqen shumë. Çdo gjë që kam marrë tek Temu më pëlqen. Nuk jam shënuar, besoj nga asnjë gjë. Një bluzë tjetër është kjo këtu, me limona edhe kjo, edhe këtë e kam veshur disa herë. Kjo është krop, shumë e bardhë, më pëlqen. Rroba banjo, do merja një par rroba banjo, kam porositur edhe një par të tjera, që t'i kem për gjithë verën, edhe, ja, këto nuk i kam provuar, por që duken se do më rinë fix. Këto janë extra small. Ato janë të olës, janë të rritur të vogla. Janë të vogla, po jo dritë janë të mamë. Ola ka të tjera. Edhe po janë të tilla, me të verdh, me limona dhe këto me... Po, me limona. Janë po me portokall. Po, që nga me portokall, me shalqi, me lule shtrydhe, me çdo lloj fruti kanë këtu. Të sipërme që besoj se do më bëjnë, se janë të vogla. Edhe këto janë të poshtmet. Tilla më duken pak të mëdhaja dhe nuk i kam provuar në fakt, por që se di. Këtu vinë me mbrojtësit e tyre që tregon që kanë bërë një punë të mirë. Edhe po, janë këto. Këto do i fut prapë në qese, që mos më ngatrohen atje në të tjera, se më bëhen lanç. Edhe po, të vazhdojmë dhe me këtë. Kjo është një shall që unë e kisha menduar kështu me këtë bluzën. Kisha porositur edhe një palë kështu si modeli atyre lino, po nuk ishin lino, e ishin ngjyrë të zezë. Ishin të lezetshme, por që mua më rini pak të gjëra edhe ja dhash mamit. Do lëm me foto këtu që ta shikoni. E kisha menduar një outfit shumë të lezetshëm, një veshje shumë të lezetshme, por që nuk më pëlqyen ato sepse rinin të gjëra, edhe pse ishin masa extra small. Po, tani të ju tregoj edhe këtë. Kjo është një kështu pec për e mora që ta përdora për qenushin, që ta mësoja, po edhe shumë vonë edhe nuk besoj se do më në punë, por gjithsesi do shikoj nëse do ja provoj. Kjo është një boj për vetullat edhe është goxha e mirë. Pra që leksa ka bërë është shumë e mirë. Zgjat ndoshta 2-3 larje, ose 2, le të themi. Është shumë e bukur, vetullat dalin shumë mirë. E kam provuar 2 herë madje, më pëlqen shumë e mirë. Tjetër, nga hapesh moj. Kjo është një gjë për flokët. Ka këto kështu që i ka bisht, edhe kjo i rritë pjesa e bishtit, shumë e bukur. Edhe lesën e pas ka mirë, të fort, tjil, e lezetshme. Pastaj kemi dhëth, që të parat janë këto po këtu me zemrushka, edhe janë roz, e lezetshme. Dhëth të tjera janë këto këtu, janë si guaska, janë nga të dy anët edhe veshi futet të mes. I kam vendosur edhe këto, janë yll të bukura. Këtu pastaj ishte një gjë e personalizuar për qenushin me emrin edhe numrin e telefonit, për që numrin e telefonit ma kishte lënë për gjysmë,
Edhe nuk e di në qoftë se kisha vendosur unë ashtu apo e kishin lënë ata. Edhe nuk arria ta shikoja se isha lënë unë për gjysmë apo e kishin lënë ata. Nëse erdhi shumë bukur e paketuar, kisha edhe një qafore për qenushin, prisni t'ja tregoj. Ja, po ju thoya për këtë, por që qenushi nuk e mban dot tani. Këto është emri, nëse arrini ta dalloni Boçi. Edhe një putër e vogël, këti nga mbrapa pastaj është numri i telefonit që është për gjysmë. Telefonoj thotë numrin nëse më shikon vetëm. Edhe po, ja mora këtë qenushit. Tjetër, ka marrë këtë që është për buzët. Është kjo këtu, që është një fryrës buzësh edhe nuk e keni ide sa të djeg. Djeg shumë. Nuk kam provuar ndonjëherë nga këto fryrësit e buzëve që djeg më shumë se kjo. Ti bën buzët e kuqe, se normal nga djegja s'kuqen, edhe ti fryn pak, por që nuk zjat shumë. Të ka të keqe që nuk zjat shumë. Edhe e fundit është kjo këtu, që është një kapse me fjongo për flokët, edhe më pëlqen shumë që është me këtë këtu. Edhe jo me ato kapsët qështë që ato rëshkasin edhe nuk qëndrojnë fare. Kjo është shumë bukur, nuk e keni ide, e vendosa të kthesta e grurit që shkuam edhe ja vlen shumë. Merrini gjithmonë me këto kështu që t'ju rinë sa më bukur tek flokët. Këto ishin të gjitha ato që kisha marrë tek Temu. Prisni. Ka marrë edhe këtë këtu, që është për të vendosur këto bështylykët e lindjes, që kisha unë edhe Adrola kur lindi Olushi. Edhe mora këtë që të qëndrojnë sa më mirë të kjo dhe mos na humbin. Duhet ta kisha marrë që më parë. Ku ishta logën edhe ai e na zuri vendin atë. O trit edhe, po duhet ta kisha marrë që më parë, për nese. Gjithashtu ka marrë edhe një palat letë, po janë pak piste dhe nuk e di nëse duhet t'ja tregoj, po ja tregoj pak a shumë. Ja, janë këto këtu, me të verdhë dhe me gri, sepse si që thash i kisha menduar për ato outfitet, po nejse. Shkojnë shumë, ja. Për aq leksa ka kushtuar, janë shumë të mira, por që kështu nuk e di, janë më shumë si karton. Nejse. Tani po pres edhe disa pakot të tjera, por që kur më vinë do ja tregoj edhe ato. Ti qoj këto në përvande tani, se jam bërë një lëmshtu, edhe kam gjithë të ditë që i mbaj në përpako dhe doa t'i vendos në përvande sot. Këta të dy po presin Endrin. Jam bërë gati, sepse do dalim, do ikim pak në vlorë. Kam veshur këtë bluzën, fundin, edhe atletet. Prisni ta uzak se si shikoni që. Ja, fundin, edhe atletet. Do vendos edhe këto vëthë tani. Edhe gjithë veshja është nga Temu. Ja. Për mua nuk ka rëndësi veshjet se janë të lira, se janë të shtrenjta, se janë falso, se janë firme e të tjera të tjera. Për mua rëndësishme është që të duken bukur, të më pëlqejnë mua si të di, edhe në re. Flokët i shtriva më në fund, që kisha hyrë sa ditë pa i shtriva. Edhe po më duket vetja tani në tjetër njeri. To ja kam hequr ripat edhe më duket sikur do më bie, shpresoj të mos më vjen në fund këmbë, por që nejse. Si dhoni ju, bukur apo keq? Dolëm në fund pa ikim. Për qa erdhëm edhe qa bërëm. Erdhëm të hanim do një ëmbëlsirë në vlorë, tek Big Scoop, edhe qa bërëm hëngrëm drek, hëngrëm dark. Endrit po i haj, edhe mua kur tha Endri për të ngrem buk, thash, okej, edhe mua për më haj. Shkuam të hëngrëm darkën, tani nuk na hanë në ëmbëlsira, se unë bushëm kështu. Ndaluam tani të marrim nga një akullore, edhe po, akullore mund të hanë. Plus që kemi ëmbëlsira dhe në shpi, kështu që.
Tani në fund të videos shpresoj të më dëgjoni nga freskusja, po bëj edhe mbylljen këtu sepse po shikoj që ka dalë shumë e gjatë. Shpresoj shumë që ky vlog t'ju ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të shihemi si gjithmonë në videon e radhës. Mua, ju puth dhe ju përqafoj të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Bye.